Qep se Granit Xhaka është inspirim. Ka kalu çdo sen që mundet me thy një futbollist, po ai nuk u thy kur. Ai e ka kthy dhimbjen forcë e kritikat motivim. Edhe sot po jeton më në fund futbollin qashtu që ka ndrru gjithmonë. Londër i kanë fishlu, mediat e kanë sulmu, po në vend që mu largu, ai u kthy edhe më i fortë. Granit Xhaka nuk ka lyp lloks. Ka kërku një ekip që mi besu qashtu që beson ky vetës, një vend ku muni i kuptum. Edhe në Sunderland më në fund e gjeti këtë vend. Kur erdhi në fillim kërkush se ka menu që ka me bë diferencën, po Xhaka ka pru diçka që se blen dot asnjë klub. Karakterin. Çdo ndeshje ai udhëheq me shembull, luan me pasion me krenari duke tregu pse është lider. Tifozët e dojnë, fëmijët e imitojnë, edhe ketë mbajnë fanellën e tij. E në çdo ndeshje kur ai në fush ke stadiumi dhezet. Nuk është vetëm për mënyrën që luan, po për mënyrën që qëndron, si kapiten, si frymëzim edhe si zemra e ekipit. Në çdo prekje topit e sheh përvojën e një kapitenit lindun. Në çdo duel e sheh forcën e dikujt që mësu mu qu edhe pas rrëzimit. E në çdo buzëqeshje pas ndeshjes e sheh qetësinë e dikujt që e ka gjetë veten. E sot Sunderland po e shkruan historinë e vet më të bukur edhe në zemër të kësaj qëndron Granit Xhaka. Një kapiten, një shqiptar, një simbol që tregon se klasa e vërtet nuk blihet, po fitohet me shpirt. Edhe mos harro bëje follower Urban FM, subscribe në YouTube.